Ditën e sotme janë bërë disa ndryshime në Policinë e Shtetit, ku janë shkarkuar nga detyra drejtori i Policisë së Lezhës dhe shefat e komisariateve në Dibër dhe Kamës. Ky vendim erdhi pas vlerësimit të performancës të kryer nga Drejtoria e Standardeve Profesionale, proces i cili do të vazhdojë për të gjitha drejtoritë vendore. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ilir Proda ka firmosur mes ditën e sotme shkarkimin nga detyra të drejtorit të Drejtorisë Vendore Lezhë, drejtues Altin Mena, dhe të zëvendës drejtorit për rendin, kryekomisar Taulan Gjoka, me motivacionin për performancë të dobët. Ndërkohë, drejtori i përgjithshëm ka komanduar në detyrën e drejtorit të DVP-s Lezhë, zëvendës drejtorin për hetimin e krimit, Kujtim Gjoka. Po me të njëjtin motivacion janë shkarkuar nga detyra shefi i komisariatit të policisë Dibër Mariglen Duçi dhe shefi i komisariatit të policisë Kamës Besmir Dervishi. Kryepolici Ilir Proda është kujtuar me vonesë për këto masa, pasi duhet kishte vepruar menjëherë pas atentateve që tronditën vendin, si në rastin e vrasjes së Gilman Danit në Rinas. Mirëpo duhet theksuar se edhe këto lëvizje janë bërë në komisariate të qyteteve që nuk janë epiqendër të krimeve. Ka qytete ku krimi është ulur këmbkryq dhe Ilir Proda nuk ka marrë asnjë mas. Mbetën për t'u parë lëvizje të tjera në radhët e Policisë së Shtetit. Megjithatë, siç thonë edhe analistët e kësaj fushë, problemi tashmë është kthyer në sistem dhe nuk zgjidhet asgjë me hiq lenën e vërprenën, kur thot populli.